Një debat i ashpër ka shpërthyer brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania, ku protagonist u bën banorët Selin dhe Rogerti. Përplasja mes tyre ka degraduar në tone të forta, duke përfunduar me Selin të përlotur dhe të larguar nga situata. Debati nisi pasi Rogerti i drejtoi një akuzë Selin, duke i thënë se ajo ka rënë brenda me Mirin, duke u referuar raportit të saj me Mirin. Kjo deklarat duket se ka irrituar menjëherë Selinën, e cila reagoi ashpër ndaj komenteve të tij. Situata u tensionua edhe më shumë në momentin kur gjatë debatit Rogerti e preku Selin në këmbë, gjë që shkaktoi reagimin e menjëhershëm të banores. Ajo i kërkoi atij të mos e prekte dhe reagoi me tone të forta. "Mos më prek mua", ju drejtua Selin me nervozizëm Rogertit, ndërsa debati vazhdoi për disa momente në një atmosferë të ngarkuar. E prekur nga situata dhe nga përplasja verbale, Selin u largua nga vendi i debatit duke shpërthyer në lot. Momenti u ndoq edhe nga banorët e tjerë të shtëpisë, të cilët u përpoqën të qetësonin situatën. Ngjarja ka shkaktuar reagime dhe mes ndjekësve të spektaklit në rrjetet sociale, ku publiku ka komentuar gjerësisht përplasjen mes dy banorëve dhe tensionet që po krijohen brenda shtëpisë. Ndërkohë, dinamika të tilla vazhdojnë të mbajnë të ndezur atmosferën në Big Brother VIP Albania, ku debatet, aleancat dhe përplasjet mes banorëve janë shpesh në qendër të vëmendjes së publikut.